Dhëmbët tuaj nuk bien lehtë. Mishrat e dhëmbëve lëshohen ngadalë. Fillon në heshtje. Ndoshta mishrat e dhëmbëve rrjedhin gjak kur lani dhëmbët ose duken pak të fryrë. Por kjo nuk është normale. Kjo është shenja e parë paralajmëruese e sëmundjes së mishrave të dhëmbëve, e quajtur edhe sëmundje periodontale. Fillon kur pllaka, një film ngjitës bakteresh, grumbullohet përgjatë vijës së mishrave të dhëmbëve. Nëse nuk hiqet, ajo ngurtësohet në gurza, duke irrituar mishrat e dhëmbëve dhe duke shkaktuar inflamacion të njohur si gingivit. Sistemi imunitar i trupit lufton, por kocka dhe indet që mbajnë dhëmbët tuaj fillojnë të prishen. Ngadalë, dhëmbët humbasin mbështetjen e tyre dhe përfundimisht ato lirohen ose bien. Është e parandalueshme. Larja e rregullt e dhëmbëve, përdorimi i fillit dentar dhe pastrimet profesionale mund ta ndalojnë atë herët sepse dhëmbët nuk bien vetëm brenda natës. Janë mishrat e dhëmbëve që lëshohen pas viteve të dëmtimit të heshtur. Kujdesuni për to para se të heqin dorë nga ju.